Ishe mbrapsh, prita derisa më qepën. Këngëtarja e njohur uron vajzën për ditëlindje dhe tregon detaje nga materniteti. Doktori më tha, merrja një këngë. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Eli Fara ka bërë një dedikim mjaft emocionues me rastin e ditëlindjes së vajzës Marina. Nëpërmjet një postimi në profilin e saj në Instagram, Eli kujton momentin e lindjes së vajzës në maternitetin e Korçës dhe të gjitha vuajtjet e asaj dite që ja vlen kur mori në krah ëngjëllin e saj të vogël. Këngëtarja kujton gjithashtu lërimat, dhimbjet dhe shakat që bënte mjeku me të kur i kërkonte të këndonte një këngë. Në 26 mars, që u linde ti jeta ime, ndodhesha në maternitetin e Korçës. Vizitat e njerëzve të afërm kishin mbaruar dhe unë rria shtrirë në krevatin e një dhome që e ndaja me një tjetër zonjë që priste të silte në jetë fëmijën e saj. Në orën 20:30 ndjeva dhimbjet e para të lindjes. U gëzova që më në fund do të shihja fytyrën tënde. U tremba sepse asnjë njeri i afërt nuk ndodhej pranë meje. Dhimbjet sa vinin e bëheshin më të forta. Fillova të ulëria. Ngritja spitali në këmbë. Mjeku, që ishte roja atë natë, më thoshte, hajde merrja një këngë. Në momentin e fundit, për shaka më treguan që lindja ishte e vështirë sepse pozicioni jot ishte mbrapsht. Nuk i vura rëndësi, sido që të ishte, ti do të dilje prej meje. Dhe ndodhi rreth orës 2:30 me një goxha prerje, mu erën syt, gjysme vetëdijshme, dëgjova doli, vajzë, prita, duke mu dritur këmbët derisa të më qepnin. Në mëngjes, kur të mora në krah, harrova çdo gjë. Ndjesia ishte hyjnore. Mu ngroh i gjithë trupi, shpirti, zemra. Edhe 100 vjeç të uroj zemra ime, shkruan Eli në Instagram.